Komuna e Fushkosovës do të ketë qendrën e vet për mbrojtje të nënës së fëmijës. Çdo student që do të ketë notën mesatare mbi 9 pa procedura apo me procedura të shumë të thjeshtuara, në mënyrë automatike do të sigurohet bursa për 1 njerëve. Nuk kemi nevojë të eksperimentojmë me ata të cilët që 5 vjet i kemi pas në qeverisje qendrore. Veç po ta uroj fitoren në 12 tetor nga pak. Do të kemi më shumë qerve. Do të kemi më shumë qerve që gratë tona të mos meten në shtëpi apo peng për të mos punuar. Do të bëhen në realitet 3 qerve në qytet. Nuk ka nevojë që gratë dhe vajzat tona të paguajnë para për analiza që të bojnë në laboratore, se sot kemi hapur laboratorin e dytë, që të krijojnë mekanizma për të mbrojtur gruan qoftë edhe në shtëpinë e saj. Ne nuk kemi pasur një qendër të kujdesit ndaj grave të cilat janë ekspozuar dhunës në familje, përveç qendrës sociale që ka pru shërbime, po kjo është pjesë e programit tonë dhe Komuna e Fushkosovës do të ketë qendrën e vet për mbrojtje të nënës së fëmijës. Çdo student që do të ketë notën mesatare mbi 9 pa procedura apo me procedura të shumë të thjeshtuara, në mënyrë automatike do të sigurohet bursa për 1 njerëve. Kosta me një hershme direkte që shkon nga komuna është një ndihmë automatike për 300 njerëve për të mbuluar shpenzimet e ditëve të para. Ju jeni taksapaguesit e këtij shteti dhe gjithashtu jeni gjysma e shoqënisë dhe kontriboni më shumë se në gjysmën e buxhetit. Dhe të nderuar zonja, ne jemi këtu për t'ju thënë që duhet të vazhdojmë qeverisjen e mirë me lidhjen demokratike të Kosovës në komunën e Fushkosovës. Për arsye se nuk kemi nevojë të eksperimentojmë me ata të cilët që 5 vjet i kemi pas në qeverisje qendrore. Ka punu me ndershmëri dhe ka respektu ligjin. Dhe ka pasur pozita jashtëzakonisht të rëndësishme. Andaj për neve si gra dhe si nana është shumë më rëndësi që të qeverisemi prej njerëzve të cilët janë të pakorruptuar. Të korruptuarit, nderuar zonja, po hajnë ardhmërinë e fëmijëve tanë. Ne sot kemi nevojë për përmirësim të arsimit. Kemi nevojë që ta çojmë Fushkosovën përtej në aspektin arsimor. Kemi nevojë për të përmirësuar tutje shërbimet shëndetësore. Kemi nevojë që të kemi infrastrukturë moderne në shkolla. DDK-ja si parti e djathtë e ka familjen në qendër. Pra ideja e jonë, vizioni e jonë është edhe shteti menaxhohet njësoj siç menaxhohet familja. E besnik në siç po shihet kur e ki për krahjen e grave, veç po ta uroj fitoren në 12 tetor nga pak.